Duke qenë vend me pasuri të mëdha natyrore, Mitrovica ka tërhequr vëmendjen e pushtuesve dhe për kushtimin e slllavëve. Në 1938, këtu në Mitrovic, u ndërtua furra e shkrirjes së plumbit nga kompania e Trepshës. Konventa turko-jugoslave, e cila u nënshkrua në korrik të vitit 1938, parashikonte shpërnguljen masive shqiptare, sidomos nga fshatrat e rrethit Mitrovic dhe nga qyteti. Familja Ademi ka qëndruar në Mitrovic duke i shpëtuar këtyre shpërnguljeve dhe duke sakrifikuar jetë njerëzish, ndonse gjysma e fisit nga nëna e Sherametit, të detyruar nga serbët, nisën rrugët e emigrimit. Fazli dhe Sadri Breznica kishin nisur kalvarin e nevojtjeve nga shpërnguljet pas luftës së dytë botërore dhe ende sot mbetet ky fis i shpërndar në Turqi dhe në dy pjesët e kombit shqiptar, Kosovë dhe Shqipëri. Para të nderuar shikues, siç e shikoni, jemi këtu në një tavolinë kosovare. Sot kemi provuar shumë tavolina. Kemi provuar dhe sofrën kosovare. Sot kemi hyrë në Kosovë dhe kemi përshkruar një rrugë shumë të gjatë përmes Kosovës martire, përmes Kosovës me të gjitha ato plagë dhe hallet hequra. Jemi sot në një tavolinë në darkë, në një tavolinë kaq bujare mes kosovarësh. Mes kosovarësh në Mitrovic dhe pikërisht është familja e Sheramet Ademit. Sheramet Ademi është kënaqësi që gjendemi në familjen tuaj. Avokati i njohur i kësaj krahine, njeriu i përkushtuar. Sheramet Ademi, juve tashmë i njohur për televizion apo për ne, për mua që kam ardhur dhe ndihem shumë i privilegjuar që jam midis jush. Ndihem midis njerëzve që më duket sikur kemi vite që jemi takuar dhe që mbetemi miq. Por këtu është një rast i veçantë tek juve. Sheramet, ju keni një tradit shqiptari shumë të përhapur në shumë krahina të vendit tonë, me shok veselin, me kushërinj, kajtazi, me miq, dhëndër, po, dhe njerëz të tjerë. Ndërsa djemt, Sheramet Ademi ka 3 fëmijë, 3 djem. Interesant, vetëm djem, djali i madh Leotrimi, djali i dytë Ziadi, si dhe Albani i vogël. Të vogël do ta quaj Albani sepse ka lindur në fund. Çdo të thosh për televizion apo për këta shikues për ndjekin sot, këtu në Mitrovic. Një përshëndetje të veçantë për qytetarët e Fierit, për shqiptarët e Shqipërisë, për televizionin e Apollonisë. Sonte jam shumë i nderuar që ju kam sonte musafir këtu. Po them musafir se unë nuk ju ndjej si musafir sepse jeni në shtëpinë tuaj. Dhe jam shumë i lumtur që sot keni ardhur për të bërë një temë aq të rëndësishme dhe për mua aq të përjetur që familjet të njihen kudo që janë ato në Brezhnic, në rajonin e Mitrovicës dhe Gjetiu dhe fati i tyre ku i ka tretur prej Turqisë në Shqipëri. Sot jam shumë i nderuar që jeni në mesin tim. Sot kemi gëzim të veçantë se ata dajet, pjesa e dajeve që ishin në Shqipëri dhe kjo pjesa tjetër që kishte ngelur në Brezhnic u takuan dhe në detaje u informuan për njëri tjetrin dhe u premtua se kjo vllazëri do të zgjerohet edhe më tej, do të ketë një vazhdimësie e përbashkët. Fatmirësisht edhe pas kësaj kohe përqafimet vllazërore nuk munguan dhe përmallimet sot do shfaqen me një shpresë se armja nuk do të sjellë më fatkeqësi dhe ndarje sikur se ka ndodhur deri më tani. Jo më lumtur që kam sonte këtu, i kam shokët, nipat. Një familje me dhimbje të mëdha, dhimbje këto që i kanë shoqëruar në gjitha kohërat. Babai i Sherametit i dënuar politik në vitin 1951, kur të afërmit e tij në krahun tjetër të kombit në Shqipëri, treteshin burgjeve, qysh nga vitet e para të çlimit, në 1945,
dhe të pushkatuar nga diktatura komuniste vetëm për pikpamje nacionaliste, për idem e bashkimit Shqipërisë në Kosovën, për një Shqipëri të lirë dhe demokratike. Dhe vetëm për këtë do të masakroheshin 50 vjet me radhë nga familja e avokatit Sheramet Ademi në luftën e vitit 1999 në Kosovë. U vran vëllai i tij dhe 2 nipër, plagë të rënda, fund tragjik i djemve kosovar, ndëshkime hyjnore, viktima të makinës kriminale serbe. Jemi vërtet mes bujarisë dhe shkaku ishte një historik i shkurtër i familjes Bresnica, që banon në Fier një familje me origjinë nacionaliste, njerëz që kanë luftuar për vendin e tyre dhe si shpërblim diktatura dihet i shpërbleu me pushkatime dhe dënime me jetë. Zoti Breshnica, Sadik Breshnica, jemi pra mes njerëzve tuaj. Si ndjeni sot ju këtu? Sot ndjehem shumë mirë. Sot unë vi për herë të parë në Kosovë dhe ndihem shumë mirë. Me të thënë drejtën, erdhëm për herë të parë edhe në origjinën tonë, në fshatin tonë ku kanë pas origjinën të parë tanë. Dhe unë ndjeva shumë mirë, shumë i gëzuar dhe i falenderoj për mikpritjen, për traditat e për gjithë. Po, Sadik Breshnicën dhe Sheramet Ademi nuk i lidh vetëm fakti që janë njerëz të afërt të familjes tyre, po i lidhin fatkeqësisht të dy familjet. Dhe dihet që regjimet diktatoriale kanë patur në qendër eliminimin e njerëzve të mirë, eliminimin e njerëzve nacionalistë që donin përparimin e vendit. Cilat janë ngjarjet që kanë shoqëruar, zoti më fal që po të bëj një pyetje, mbase s'doja ta bëja tani, por duke qenë se jemi në këtë familje bujare dhe për interesat të shikuesve të televizionit Apollon, çfarë ngjarje kanë shoqëruar në luftën e fundit me serbët, sepse historitë me serbët janë pa mbarim. Edhe pse kujtesa e ngjarjeve të dhimbshme nga njerët të çon emocione edhe në rastet kur kemi gëzime kështu sikur se kemi takimin e sotëm, por gjatë tërë ditës kur kemi lëvizur nga një vend në vendi tjetër dhe kur kam dëgjuar historitë apo kur kam historitë e përsëritura, kam menduar se sikur kemi të shkruara këto. Dhe kjo sikur është një diçka gjenetike dhe ndërlidhur me anën shpirtërore për përsaktimin dhe në pikpamje të dinitetit dhe përkatësisë patriotike. Derisa atje në Shqipëri dajt tonë vuanin nga një regjim barbar, fashist, më ta quajmë, sepse ishte një lloj fashizmi edhe në Shqipëri. Te ne në Kosovë këtë ne vuanim nga një fashizëm tjetër, ai serb, dhe këtë në mënyrë historike. Babai im në vitin 51 ka qenë i dënuar politik. Do të thotë nipi i Fazli Breshnicës, edhe pse ndoshta nuk ishte bërë ndonjë gjë të madhe që të ishte i dënuar politik. Fatkeqësisht ishte i pashkolluar, njeri autoritet që ishte me një autoritet në vendin e vet ku jetonte dhe punonte. Dhe në luftën e fundit pastaj nipi i tij, Shahin Ademi, me të dy djem binjak, është vrarë nga forcat serbe. Ai është aktualisht të shpallur dëshmor i kombit. Dhe fatkeqësia është rritur akoma më tepër se në të njëjtin vend ka rënë edhe dy nipa të tjerë nga fshati Rahov që janë çunat e Hallës, çunat e djalit Hallës time. Këtu pranë kam të vllajin Kajtazin, ata janë vrarë bashkërisht, është Elmazi dhe Veton Peci. Elmazi është dëshmor i kombit, është i shpallur dhe këto ditë presim që të inaugurohet shkolla e fshatit të merr emrin e tij. Dhe kjo tani sikur na kthen një krenari, edhe pse ne shpesh e themi që gjenerata jon ndoshta do të vuajë dhe do të ketë emocione, do t'i përkujtoj vazhdimisht si tragjedi, gjeneratat e ardhshme do të jenë shumë krenar, edhe ne jemi krenar që patëm në mesin tonë njerëz të tillë, edhe pse dhimbja është jashtëzakonisht e madhe. Unë besoj që edhe Kajtazin duhet ta prezantoj. Gjyshja e tij, do të thotë Halimja, ka qenë besa më e madhe e familjes Breshnica, Fazli Breshnicës.
Kushëriri i Sharametit, Kajtazi, familja Ademi me kazman dorë kanë kërkuar në vite e 7 e njerëzve të varrosur të gjallë nga serbët. Pak fjalë do të thoshte njeriu i vojtur dhe i rënduar nga plagët, Kajtazi, dhe nuk mund të fliste më gjatë. Po, gjyqja na tregoi që për dojtë e vet. Edhe si thmi kështu gjithmonë me tregime në vitet 92. Për herë të parë unë kam shkuar në Shqipëri te dojtë e gjyshes. Të Brezhnest atje. Kemi nejt ofër 2 javë. Po fati luftrat i kanë bo ato djetë. I kanë dubu. Kemë po që fatë në ati lësholla mo nuk në përseri. Po, falemderit. Veseli, shoku dhe miku i ngushtë i Vegjelis i avokat Sharametit, e nisi tregimin me mallin për Shqipërinë dhe flamurin, vetëm se dëgjonte këngë shqiptare të cilat i dukeshin më të bukurat. Regjimi diktatorial e arrestoi dhe e mbajti në burg Veselin për 2 muaj. Veseli Huseni, i lidhur me Shqipërinë vite të shkuar, shumë vite. Çfarë keni dëgjuar për Shqipërinë dhe çfarë pa me sytë tuaj? Si çdo Kosovar në kohën e sundimit me thonë të Sërbit kemi ndru për një Shqipëri se si të shkojmë, si të takohemi me vëllezër, me kusheri. Po, ju keni dhe një histori në jetën tuaj. Jeni dënuar për Enver Hoxhën. Si ka ndodhur? Si ka ndodhur, jo. Realitet. Si ka ndodhur, realitet? Po se i ri i dhonën pas muzikës, televizioni i Shqipërisë, unë dëgjoj këtu në Kosovë, kemi incizu këngë të partisë të Enverit, i dëgjojshim. Ato i vinin, ha? Po, çdo gjë. Po. I dëgjojshim në ndeja, në përhoda. Qiftelia ka shoqëruar odat kosovare, e nisin këngën djemtë të Sharametit, dhe të gjithë së bashku këndojnë, dhe djemtë shoqërojnë me Qifteli. Vendin tim me byte vit, ku jam lenon, ku jam rrit, I kam vendos non për me an. Orët e natës po kalonin, dimri ftohtë, por oda ishte e ngrohtë, dhe kjo ngrohtësi duronte nga fytyrat e qeshura, fjalët dhe bujaria kosovare. Të nesërmen, herë të mëngjes, dolën përmes qytetit të Mitrovicës. Nuk mund të largoheshim pa hedhur në kamër urën mbi lumin e Ibrit, aty ku është derdhur gjak dhe plaga mbetet e hapur, sepse serboslavët ende nuk heqin dorë nga toka kosovare.
pak metra për te ulës, banojmë shqiptar, bosnjak, malazez, sërb, disa komsi, shqiptar të ndarë për gjysmë, një copës nga pjesa veriore e Mitrovicës mbetet ende në thonjt e sërbëve. Përsëri Mitrovica rënkon. Qëndruam këtu në një vend që vërtet bën përshtypje, ura e Ibrit. Ky është lumi Ibr dhe ne këtu ndalem për të dhënë shpjegime pak më të hollësishme zoti Sheramed Ademi, diçka interesante pra. Një qytet që në një anë nuk lejohet kalojnë shqiptarët sepse janë makinat e policisë që ndajnë qytetin. Më konkretisht ndodh këtu zoti Sheramed. Po kjo është ashtu quajtur ura e lumit Ibër, e famozja që është krijuesi e emërtim pas luftës. Kjo tani sikur po përpiqet bëhet si simbol i ndarjes së qytetit të Mitrovicës. Para luftës ne kemi thënë se është pjesa për te Ibrit dhe pjesa këtej Ibrit. Ndërsa tani në zhanrin e ri të fjalorit të cilën po e përdorin edhe tuajt, edhe madje edhe disa politikanë në Kosovë thonë se është pjesa jugore dhe veriore e Kosovës, se madje edhe pjesa jugore dhe veriore e Mitrovicës. Këtu jem pra në atë lumin, në urën e lumit Ibër, ku sërbet kanë vendosur zhavorin në mes të urës dhe pretendojnë që mës të lëvizin shqiptar dhe mës të shtrihet sovraniteti i shtetit të Kosovës në veriun e Mitrovicës dhe të Kosovës. Kjo është një gjendje që e vetë krijuar nga sërbet. Në anën e kundër shihet flamuj dhe simbolet sërbe, po ashtu në anën time të majt janë të ashtu quajturit 3 rokaqejt, apo vendi ku shumica e popullatës është banojnë shqiptar, pastaj vinë me radhë atje fshatrat Suhodol dhe fillon që të shtrihen popullata shqiptare, kosovare shqiptare. Atëre, sa territor ka këtu që ju nuk shkelni dot? Po nuk thuhet, nuk mund të thuhet se nuk shkelim dot, po kjo mesi i qytetit që lëviz për te urës, atje ku janë ndërtesat kryesore pallatet, është pastruar nga sërbët, do të thotë shqiptarët dhunshëm janë dëbuar në prani të forcave ndërkombëtare dhe tani ka vështirësi në lëvizje me një rrezikshmëri jashtëzakonisht të lartë për sigurinë e jetës dhe të shëndetit, ndërsa në anën tjetër të qytetit atje banojnë kryesisht shqiptar, bosnjak, por me një ndarje dhe një përkufizim të dhunshëm përsëri me forcat sërbe, do më thënë me qytetarët sërbë të cilët janë grumbulluar në këtë vend dhe nga viset të ndryshme të Kosovës, madje flitet se kanë ardhur nga Serbia, sepse këtu luzon krimi dhe janë këto përpjekjet e fundit, kështu mendojmë ne në Kosovë, të politikës sërbe që të përfitojnë nga kjo gjendje me përpjekje për të krijuar të llovi dhe për ndarë pjesë e Kosovës, pjesë të qytetit. Ja, për bukurisë sikur dhe zojt po e shoqërojnë këtë bisedë, janë Rosa Tegra, pra duan liri, gjithçka këtu kërkon liri. Shikoni edhe prezencën e karabinerisë para të huajve, jashtë këtu, prezente pra në këtë vend këtu që konsiderohet pak vend të rreziku, sepse shqiptari do të lëviz në vendin e tij pra diktohen, nuk e di në marrëveshjet janë bërë këto. Si është vendosur akoma nuk është mirë, akoma sërbet tolerohen. Kjo është pjesë e territorit të Kosovës. Në çdo moment kjo mund të jetë një vatër zjarri. Po shumë herë ka qenë vatër e konflikteve këtu të ndërqjellta. Ka pas edhe momente, sidomos në vitin 2004, kur njerëz janë vrarë nga në të dy anë të lumit Ibër. Shpresojmë se ato nuk do të ndodhin, shpresojmë se do të jenë përpjekjet e fundit. 2004 do thotë 5 vjet mas luftës. Po pra. 4 vjet mas luftës. Po. Është e dhimbshme të nderuar shikues, ja këtu janë dhe makinat si qikojmë të prezencës ndërkombëtare.
makina policie për të mbajtur një farë rregulli këtu, për të mos të krijuar pra probleme, për të mos kaluar dhe ishte vërtet një kuriozitet që ne prekëm me dorë, sepse e ndjekim nëpërmjet lajmeve, nëpërmjet shtypit, po ja ku është pra. Ura e Ibrit, si tham, lumi i bukur i Ibrit që akoma shqiptarët nuk janë të lirshëm për të breu tyre, që ndanë në mes Mitrovicën, Po kështu pravarësisht serbët pretendojnë ta ndajnë. Mitrovica ka 2 lumenj. Jo, e ndanë në mes si bukuri natyrore, ndërsa për serbët ju akoma s'do ta pranoj, e keni të drejtë se pranoni, kjo e kanë marrë serbët. Na si marrëveshje të shkruar nuk është dhënë apo jo? Jo, as që pretendohet, as që ka iniciativa për një ndajnë. Para luftës emërtohej Përtej dhe Këndej Ibrit, ndërsa sot Mitrovica Veriore dhe Jugore. Në vitin 2004 janë vrarë njerëz këtu, në 2 anë të lumit Ibër dhe ende nuk ka siguri, shpjegon avokati Sheramet Ademi. Edhe pse këtu është vend rreziku, fal gatishmërisë së ndërkombëtarëve, vazhduam të qetë intervistat pranurës së bukur të Ibrit. Avokati Ademi do shpjegonte hollësi si funksionon administrata e gjykatës, të cilat kanë qenë administrata dhe gjykata, në të cilat ka njerëz të punësuar edhe nga serbët. Shqiptari nuk provokon, ndërsa serbët janë mjeshtër të krimit, të provokimit, historikisht të pashpirt. Këtu jemi në anën tjetër të urës së Ibrit, një bukuri. Lart malet janë veshur me borë, nuk e di sa mund ta kapi operatori jon Nerti. Lart mali i Bajgorës, atje ku del ai uji i Bajgorës, para që thatë juve, lumi i Ibrit vazhdon dhe e përshkon këtë qytet kaq të bukur Mitrovicën, një qytet i bukur shqiptar, që është pothuaj afër kufirit serb, 30 kilometra prej këtej jemi në kufirin serb apo jo? Po, më shumë se 30 kilometra. Gjithsesi këtu pra Mitrovica është e ndarë, lagjet janë ndarë për gjysmë shqiptar dhe serb. Megjithatë, situata është mbetet pak e tensionuar në momentet veçanta kur e provokojnë mbase zoti Sheramet. Nuk ka ndonjë siguri këtu serbët si zakonisht që din krijojnë dhe të inskenojnë situata të ndryshme. S'është diçka e re. Jo, një vazhdimsi e njohur, se babai i tyre serb, ashtu quajtur Dobrica Ćosić, thotë serbët gënjejnë në mënyrë shkencore dhe në mënyrë kreative. Dhe ata e bëjnë këtë, din të krijojnë situata, shumë herën historike është dëshmuar. Fatmirësisht për herë të parë bota ka kuptuar dredhinë edhe ato dredhit e tyre të vazhdueshme. Tani për fat të mirë neve besojmë se jemi radhitur drejt, edhe pse në histori shumë herë kemi pas të drejt, por tani jemi radhitur me ata të cilët kanë në dorë fuqinë, dhe shpresojmë se institucionet e Kosovës do të shtrinë autoritetin e vetë në tërë Kosovën, dhe Kosova nuk do të jetë në asnjë mënyrë dhe asnjë pjesë e saj e ndarë, e madje as Mitrovica. Po faleminderit zoti Ademi, na shpjego tani si qëndron problemi andej është pjesë që banohet nga serbët. Është banuar me shumicë të banorëve të nacionalitetit serb. Po. Dhe pak më tej është një lagje, ashtu quhet lagja e bosnjakëve, ku janë shumica shqiptar, do të thotë për te lumit Ibër. Dhe pastaj vazhdojnë kështu me radhë që vazhdojnë një pjesë vendbanime më tejshme me popullat. Lejon të lëvizin andej edhe këtej shqiptarët, paktën shqiptarët lëvizja apo është me rrezik? Lëvizja bëhet me një rrezik edhe për jetën dhe për shëndetin, dhe kjo është provuar disa herë. Në pjesën më tej atje kemi diku rreth 1500 metra, është selia gjykatës së Qarkut. Po. Dhe gjykatave tjera komunale Gjykata dhe që nga shpallja e pavarësisë serbët nuk lejojnë që atje të shkojnë dhe punojnë gjyqtarë shqiptarë dhe punëtorë të tjerë të administratës.
Serbët nuk pretendojnë që nga në momentet të caktuara gjëja se bën liberal dhe nuk përkufizojnë lëvizjet, por kur është në pyetje shtrirja e institucioneve ata janë kategorik dhe bën çdo gjë. Ndodhet me gjykatat, me institucionet. Po aktualisht gjykata ka pushuar Qarkut, mos them ka pushuar se vepruari, por punon me një minimum absolut vetëm sa për të proceduar lëndet të cilat janë të natyrës urgjente. Ndërsa lëndet tjera të cilat fatkeqësisht duhet të presin, ato presin dhe akoma nuk ka një zgjidhje as për selinë e gjykatës as për stafin i cili duhet punë. Zoti Ademi ju na prezantuat disa hollësi që nuk i din gjithë shqiptarët. Siç tham, ura këtu për te flamujt serb, ku mblidhen serbët dhe tregojnë që ne jemi këtu, apo jo, po lart ato male është minera e Trepçës, më thot pas kamerës. Po, atje është e ashtu quajtura zonë e shalës e Bajgorës. Atje është shtrirë, do të thotë edhe pasuria e madhe nëntoksore me plot minerale dhe atje është edhe miniera me flotacion Trepça, atje bëhet eksploatimi i xhes. Dhe është një vend jashtëzakonisht i pasur me minerale. Mendohet në punohet tani atje. Po, atje punohet me një kapacitet jo shumë të madh, mirë po punohet edhe për mirëmbajtje dhe për nxjerrjen e xhes. Çfarë minerali? Ka plumb, ari, argjend në një sasi të vogël, mirë po zink dhe metalet e tjera. Ç'më mendohet për këtë minierë? Kush prononcie ku do të jetë kjo? Po, aktualisht administrohet nga autoritetet vendore, pretendohet se të bëhet edhe privatizimi i saj dhe pse me një kujdes shumë të shtuar, sepse është një pasuri shumë e rrallë natyrore, një dhuratë nga Zoti kështu po them. Gjithsesi ju jeni i lejoni të kalojnë serbët tej, për ju është pak më e vështirë që të kaloni në anën tjetër? Jo, tani pa bën një rrezik, një hap jashtëzakonisht të rrezikshëm nuk kalohet në pjesën andej, ndërsa ata të cilët punojnë, flas për serbët të cilët punojnë në institucionet apo në organizata të ndryshme në pjesën këtej lumit Ibër apo siç po e quajnë në pjesën jugore, vinë, kryjnë punët e tyre dhe pastaj sërish kthehen lart pa ngasmuar asnjëherë. Pa ngasmuar njëri. Jo. Po natyrisht ata që vinë dhe sjellën mirë dhe konform ligjeve tona nuk i ngasmojnë. Duke qenë se kishim kohën të kufizuar, pak rrugë përshkuam në pjesën jugore të Mitrovicës, atje ku banojnë vetëm shqiptarë, dhe Sherameti na prezantoi me ato çfarë mund të registronim me kamerën në lëvizje. Tani jemi përballë komunës së Mitrovicës, në anën e djathtë është komuna e Mitrovicës, dhe vazhdojmë në rrugës për në pjesën jemi në qytetin, pjesën jugore të qytetit, këtej lumit Ibër. Çfarë popullsie? Sa e ka? Përqindja popullatës është sipas regjistrimeve, po flitet se ka dikun pjesa e jugut, do të thonë në regjistrimin e fundit rreth 80.000 banor, ndërsa pa pjesën veriut as pjesën e cila nuk e refuzoi regjistrimin. Tani derisa të japen dhëna zyrtare unë nuk mund të flas për shifra konkrete. Asnjë s'e bën regjistrim do? Jo, është bërë tani regjistrimi këtë vit, mirë po nuk kemi akoma, unë nuk kam dhëna kështu zyrtare për numrin e popullatës. Një pjesë serbe ka bojkotuar procesin e regjistrimit të popullatës. Pse e kanë bojkotuar? Nuk dojnë që të jenë të përgjigjen asnjë veprimi apo që vjen nga institucionet e Republikës Kosovës. Në shaj të refuzimit të asaj, se po e bëjnë institucionet e Kosovës, ishte nga një thirrje dhe nga vetë shteti sërbe dhe kështu si gjithë një ata refuzuan dhe çdo gjë që vjen si realizim së ndërtimi i shtetit të Kosovës, ata refuzojnë. Sa përqind e qytetit mendohet që akoma diskutohet me serb, me sa vend za kjo pjesë serbët tonë shtrirore? Serbët pretendojnë se Kosova është tërësisht e tyre,
kemë bëjmë me 3 komuna të cilat janë kryesisht të banuara me shumicë serbe dhe këta e shfrytëzojnë vazhdimsinë e territoreve të banuara me serbët dhe këta tani kanë edhe pjesën logjistike, kjo spitali ku po shkojnë. Para nesh është një pjesë e kompleksit të ish-kombinatit Trepça. Shifët Trepçës, po, shifët fabrika akumulatorëve, e cila tani nuk punon, një pjesë e fabrikës së superfosfatit dhe fabrika e zinkut. Tani aktualisht Gjitha janë ndalur. Aktualisht nuk punojnë. Edhe pse kanë qenë gati pas luftës të gatshme që të punojnë sidomos fabrika e zinkut dhe fabrika e akumulatorëve, mirë po pretendimet dhe përshpjellimet që janë bërë rreth këtyre dhe rreth pronësisë dhe konflikte të ndryshme kanë bërë që kjo situatë të ngelet e pasqaruar dhe fabrikat të mos punojnë. Ndalesën e fundit e bëm në një nga pikat dominuese të pjesës jugore të Mitrovicës. Përtej mali i Bajgorës, majet e cilit të veshura me borën e parë të fundvjeshtës. Aty në gjunjët e malit diku shtrihet miniera e Trepçës, ku ta dish sa pasuri fshihen në thellësitë e tokës së bekuar kosovare. Janë këto pasuri për të cilat serbët asnjëherë nuk kanë pushuar dhe fakti që nuk po tërhiqen nga Mitrovica, edhe pse janë në gramat e fundit, nuk japin shpirt, por vazhdojnë të qëndrojnë. Lënda e parë merret kryesisht nga miniera e Trepçës dhe në mënyrë zinxhirore pasi ka pushuar prodhimin e Trepçës në një kohë, njëkohësisht nuk është bërë dhe vazhdimësia e prodhimit si cikël nëpër fabrikat. Ju më thatë që këtu ka qenë një nga qendrat që ka bombarduar NATO-a bazat ushtarake të NATO. Forcave serbe. Këtu ka qenë pjesë aktualisht ku jemi dhe pjesa më poshtë në një sipërfaqe reale. Tani në këto vende ndërtohen shkolla për dije dhe kulturë. Kjo është spitali i qytetit. Na spitali i qytetit. Këta kush e ka tani? Tani këtu janë shqiptarët, kjo pjesë më në kuptimin ndonjë banor eventualisht, se këtej serb nuk ka. Se thati një spital më të mirë që ka qenë për te, tani e zotëre serbët. Po jo, ai ka qenë për te lumit Tiber, në tani që po e quajnë pjesën veriore të qytetit, mirë pa është tërësisht i uzurpuar nga forcat serbe dhe atje shqiptarët nuk. Për televizion e vëllonit, për shqiptarët, për Shqipërinë, asnjëherë s'mund ngop syrin ato bukuritë rralla që na i fali Zoti neve shqiptarëve, edhe në Fier, edhe në Shqipëri, edhe isha në Apolloni vet atje dhe treva tjera shqiptare. Kemi gjithë pasuritë aq më dhaja që na i dërgoi Zoti dhe të shfrytëzojmë për të mirën e kombit dhe ardhmërinë e të rive tonë. Këtu e përfunduam bisedën me mikun ton, avokatin Sheramet Ademi, për të kthyer në drejtim të Prishtinës. Pas pak kilometra rrugë, bora e nisur në orët e para të mëngjesit, i zhveshur hapësirat rreth e qark të Bushtrisë dhe fushë Kosovës. Rruga ishte e kalueshme dhe ky ishte një rast i mirë për të parë bukurinë e bardhësisë që kishte mbuluar anemban hapësirat që po udhëtonim. Ishte bora e parë e fund vitit të kaluar. Është bora e parë që ka mbuluar sipërfaqen në këtë hapësirë të Kosovës. Jemi pra në një moment që sa ka nisur dimri ftohtë me borë, si shikojmë pamjen e bukur të këtyre pemëve të mbuluara me borën e parë që ka nisur këtë vit,
Vazhdojmë rrugën për gjatë rrethinave të Prishtinës për të zbritur mes malesh dhe kodrash të mbuluara me pyje dhe drur, ngarkuar me borën që vende trashësia kalonte 50 cm. Pasi kaluam kufirin, pak minuta qëndruam në qytetin e vjetër të Kukësit. Pak regjistrime nga operatori i palodhur Nerti Bega në qytetin e Kukësit, si dhe liçenin e Fjerëzës. Duke qenë se në kthim ishte koha e mirë, pa rreshje dhe me copë zadilli, u udhëtuam ngadalë, duke qëndruar shpesh herë për të regjistruar pamjen nga rruga e madhe e kombit e ndërtuar për një kohë rekord dhe me punë të jashtëzakonshme. Për cilin doj që kalon për herë të parë, në këto lartësi unikale për nga bukuria dhe pejsazhi malor, befasohet dhe ndihet krenar për vendin e tij. Dikur vende të shkreta, shumë larg qytetërimit dhe zonave urbane. Sot është shkurtuar koha e rrugtimit 5-6 herë. Vetëm 2-3 orë nevojiten për të shkuar nga Tirana në Morin, një rrugë e rehatshme, me avantazhe të jashtëzakonshme për komunikimin e shqiptarëve në hapësirat e kombit tyre, Shqipëri, Kosovë dhe Anasjetës. E kur më kanë po shumë ata janë gëzu. Male të lartë në të dy anë të rrugës, si kalam me bedena, zotër të lirisë dhe të pavarësisë. Në gjithse lartësi të frikshme, por një bukuri
të udhëtari ndjeti qetë poshtë në autostradën e gjerë, 2 kalimshe, me gjithë aksesorët e nevojshëm, me sinjalistik dhe mbrojtje anësore, një rrugë e niveleve evropiane. Se unë e kesh vetë more në Austri, në Amerikë të vllaznit e mi, e kur më kanë e po shumë ata janë gëzu, lë për e faqe gjithë dhe tu ju shku, e për dhe në linje ishin o për ma. Janë ndërtuar vepra arti gjigande, ura maramëndse që lidhin shpatët e maleve, gjerësia dhe kthesa të ndërtuara për udhëtime të shpejta, sinjalistik e kompletuar, të gjitha këto të marra së bashku, krijojnë imazhin e një udhëtimi përmes një vendi evropian, për të harruar të kaluarën e trashëguar nga diktatura 50 vjeçare, si dhe investimet nga të gjitha kohërat e historisë së Shqipërisë.